ato cilat ndoshta kanë konsumuar me vite, sidomos kryesisht ujin, në bidona, pra në mënyrën se si i mbajnë ose të mëdhaja, ose të vogla për sasi dhe për konsum personal, sa dëm mund të shkaktohet në organizmin e tyre gjatë pirjes së përditshme të ujit? Është i vetmi ndoshta që konsumohet më shpesh nga çdo produkt tjetër. S'është vetëm uji është një nga ushqimet, se uji është ushqim i cili mund të ekspozojë njeriu me mikroplastik. Teknologjia që është arritur sot për prodhimin e ambalazheve të ujit ka redukton në një farë mënyre mikroplastikën, për faktin sepse mënyra e përdorimit të ambalazhit është shumë e kontrolluar dhe shumë precize. Kjo bën që copsat që lejon vetë në ambalazh, copsat e plastikët të jenë të një numrit pa konsiderueshëm. Dhe kjo është marrë parasysh edhe për paketimet e tjera. Problemi më kryesor është që janë mbetjet, ato të cilat ndikohen nga shumë faktorë të tjerë të mjedisit, nga temperatura, nga goditjet, nga uji, nga sedimenti apo nga faktorë të tjerë kimik të cilët janë pjesë ndotjes mjedisore. Do bëja edhe një pyetje për pjesën e shisheve të ujit, se kjo është diçka në fakt që shpeshherë neve na rrin në mendje. Sa duhet të ruhet një shishe uji? Pra, një shishe plastike, e cila shpeshherë ne bëjmë këto gabimet mbase që e mbaron si shishe uji dhe e rimbushim sërish, dhe mund ta mbajmë edhe me javë të tëra si një shishe që e përdorim. Pra, bëjmë një gabim në të tillë rast. Nuk ka ndonjë afat të përcaktuar qartë, por duhet kemi parasysh që për ripërdorimi. Po, a riciklohet vazhdimisht? A mund të riciklohet vazhdimisht? Jo, ripërdorimi për një kohë të gjatë, kryesisht për shembull pas 3 muaj, 4 muaj apo 5 muaj nuk mund të përdoret me një ambalazh plastik në rastin tonë të një plastik ose të një bidoni uji. Por ajo që është më e rrezikshme është ekspozimi i këtyre bidonave në temperaturat e larta. Gjë që në plazh ne e bëjmë gjithmonë. Po, edhe po të shikosh edhe gjatë periudhës së verës, një pjesë e marketeve të ndryshme i lën bidonat ekspozohen rrezatimin diellor. Do të kemi parasysh që rrezatimi diellor duke ekspozuar materialet plastike mund të prodhojë substanca kancerogjene, mund të prodhojë bisfenole ose poliklorur bifenile, të cilat janë substanca toksike. Dikush do thotë ose mund të lind pyetja natyrshëm që këto janë mbetjen nivelet pa konsiderueshme dhe nuk japin asnjë lloj rreziku për momentin njeriu, rrezikut akut ose elmimeve akute. Por mbetjet e tyre duke i marrë në mënyrë periodike, në mënyrë të vazhdueshme, ato mund të iniciojnë pastaj deri në procese kancerogjene. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm për përdorimin ose për ekspozimin e bidonave ose të atyre të gjithë ambalazheve të ujit dhe të produkteve të tjera, ushqimore, cilat janë ambalazhuar në plastik, ato nuk duhet që të ekspozohen në diell. Po kafja me ambalazhet plastike? Kafeja, janë paketime të ndryshme të kafes. Është tetrapak, ajo është tetrapak. Jo flasim edhe kur marrim kafet, se ndodh shpeshherë që të kemi edhe kafe që mund t'i marrim. Kryesisht ajo është e veshur me një përmbajtje alumini nga brenda, e cila e minimizon në ekspozimin dhe kryesisht kështu synon edhe paketimet sot në botë. Ka paketimet të quhen tetrapak, që është material karton ose letër me kombinime të tjera kimike, të veshur pastaj me një substanca të cilat minimizojnë kontaktin me ambalazhin. Po, që edhe të mos kenë kontaktin me ujin, me lëng që të... Problemi kryesor përveç kësaj është që të mos ndodh fenomeni i migrimit të materialeve, të përmbajtjeve kimike nga ambalazhi në produkt. Po gatimi me enët ose me lugët kryesisht në kuzhinë në temperatura shumë të nxehta, sa dëm mund të shkaktojë, sa të lejueshme janë? Ka disa lloj materialesh plastike që përdoren, janë ata që janë zjarrduruese, të cilat i rezistojnë, jo zjarrduruese, por rezistojnë temperaturave të larta, dhe lugët që përdoren sot për ato janë çlirojnë pak, sepse janë të certifikuara. Prandaj kërkohet që të gjitha ato lugët plastike që përdoren duhet të jenë të certifikuara si produkte të tjera. Ndajmë neve silikonin nga plastika? Si material? Patjetër që silikoni është një polimer, por natyrisht që përmbajtja është ndryshme, nuk është njësoj. Dhe silikoni dhe plastika. Plastika është
Pikërisht, sepse marrësh kas nga bisedat të tilla të bëra ndoshta edhe me mjek edhe kryesisht llojet e plastikës janë të ndryshme, formulatet janë të ndryshme. Që thonë edhe që te fëmijët e vegjël merrini për pjesën e gingivave, silikon, të mos jetë gomë, të ketë këtë material, mos jetë plastik. Ato janë biberonët. Që te kontakti e kanë fjalën, të kontakti parë. Biberonët që përdoren tek fëmijët kryesisht nuk duhet të jenë plastik, për faktin sepse ajo goma ose ajo plastika çliron bisfenolet A që janë substanca kancerogjene. Dhe sidomos ato kur ato zjerë, fillojnë dhe sterilizohen. Kur sterilizohen, niveli i çlirimit tyre është më i lartë. Vërtet. Kjo është arsyeja që kërkohen dhe ato biberonat e certifikuar për fëmijët në mënyrë që këto substanca të mos çlirohen gjatë përdorimit tyre. Nuk është kaq e rastësishme pra që duhet të marrim në vende të caktuara, jo kudo. Patjetër, ato janë të certifikuara, prandaj duhet patur kujdes, sidomos në nënat që rrisin fëmijët e vegjël, duhet orientohen mirë në blerjen e biberoneve dhe materialeve të tjera. Qoftë atyre materialeve që përdoren pastaj kur fëmijëve u fillojnë në dalja dhëmbëve. Prandaj të thash, gingivave, ngacmimit të tyre, pra zgjidhet gomë, silikon, plastik. Do të jetë materiali certifikuar, është i certifikuar, i sigurt për të përdorur, do të certifikuar për të përdorur për bebet e vogla. Po, është direkt kontakti menjëhershëm me gojën e tyre. Dhe kryesisht janë futur në Shqipëri, farmacit mbajnë produkte të tilla, por ka edhe ente tregtare të cilat tregtojnë të pacertifikuara dhe kjo është mjaft e rrezikshme. E vërtet. Po ndërkohë në analiza, ekziston ndonjë tregues në analiza i cili mbase mund të lidhet drejt për së drejti me mikroplastikën e shtuar në organizm? Ka dy mënyra për të detektuar plastikën në matricat biologjike. Njëra është përdoret mikroskop të specializuar ose të veçantë, të cilët arrijnë që ta zmadhojnë shumë herë përmbajtjen e matricës ushqimore dhe të detektojnë pastaj edhe përmbajtjen e plastikës. Janë me fraksione të ndryshme të gjatësive të dritës, që ndriçimet që jep mikroskopi veçojnë janë thyrja dritës, jep plastika, ka një koeficient të caktuar dhe pamja që jep në fushën mikroskopike tregon që ka përmbajtje plastike. Kjo është një nga mënyrat. Dhe ne duhet patjetër si vend që të ngrejmë laboratorët të tillë, madje edhe të duhet të iniciojmë ose të marrim iniciativa për të blerë pajisje të tilla. Sepse në vendin tonë në informacionin që kam nuk ka asnjë lloj pajisje të tillë që të bëj qoftë në mikroskop të këtij tipi. Identifikimin. Dhe mënyrat tjetër janë mënyrat kimike. Çfarë bëhet? Gjurmohen pikërisht këto substancat që unë thash më përpara që çlirohen gjatë biodegradimit ose gjatë ndryshimeve kimike që pëson plastika në matricat biologjike, po edhe në mjedis. Dhe shikohet, nëse ka përmbajtje të disa substancave kimike, kjo tregon indirekt që kemi përmbajtje të plastikës, për shembull, në një matricë, në një mostër biologjike. Patjetër. A ka të bëj edhe ngjyra e plastikës? Në momentin që ne kemi transparente, e kemi ato ngjyrat që janë shumë të forta, a ka të bëjë në mënyrën sa toksike? Ngjyrat janë ngjyrat ka përmbajtje vetë kimike, është përzierje e plastikës, patjetër që në rastin kur shtohen edhe këto substanca ngjyrues, një pjesë e ngjyruesve mund të jenë toksikë së bashku me plastikën, kështu që shtohet, amplifikohet toksiciteti. Toksiciteti, pra duhet pasur gjithmonë kujdes. Të paktën ta minimizojmë. Tani më ekologjike dhe mirë është ajo plastika që është e dukshme, se sa ato që janë me ngjyrë. Por prodhohen me ngjyrë sepse shpeshherë kërkohet ngjyra kërkon që të ruaj produktin nga ekspozimet e diellit. Për shembull, mund të gjejmë raste kur ambalazhohet vaj ulliri në plastik të errët.